Tensionet brenda shtëpisë së Big Brother VIP 5 duket se kanë hyrë në një fazë shpërthyese, ku debatet e zakonshme janë shndërruar në përplasje të ashpra që kanë lënë pas jo vetëm nerva të tendosura, por edhe kufitet e kaluar. Dita e sotme është cilësuar nga banorët si një nga më të rënda që nga nisja e spektaklit, me përplasje të njëpasnjëshme që kanë krijuar një atmosferë të rënduar dhe emocionale. Në qendër të gjithë kësaj furtune ka qenë sërish Rogerti, i njohur tashmë për natyrën e tij të drejtpërdrejtë, deklaratat provokuese dhe përplasjet e shpeshta. Fillimisht ai u përfshi në një debat të fortë me Artanin, ku tonet u ngritën ndjeshëm për çështje që lidhen me qëndrimet dhe lojën në shtëpi. Pa kaluar shumë kohë, situata vijoi të tensionohej edhe me Selin, Krusitën dhe Babyxhi, duke e kthyer ditën në një maraton konfliktesh për të. Megjithatë, kulmi i gjithë situatës erdhi gjatë përballjes me Stenaldon, një debat që sipas banorëve kaloi çdo kufi të mëparshëm. Ajo që nisi si një shkëmbim fjalësh për qëndrime dhe sjellje në shtëpi, mori shpejt një drejtim shumë më të rëndë emocionalisht. Në nxehtësinë e debatit, Rogerti përdori një gjuhë që u konsiderua fyese dhe e papranueshme, duke ju drejtuar Stenaldos me shprehjen: "Ty të ka dënuar Zoti", në një referencë të drejtpërdrejtë ndaj verbërisë së tij. Deklarata shkaktoi menjëherë reagime të forta jo vetëm nga Stenaldo, por edhe nga banorët e tjerë që ndodheshin pranë. Atmosfera u rëndua dukshëm, pasi komenti u perceptua si goditje personale dhe jo më pjesë e lojës. Disa prej banorëve u përpoqën të ndërhyjnë për të ulur tonet, ndërsa të tjerë mbetën të shtangur nga ashpërsia e situatës. Stenaldo, i cili gjatë gjithë qëndrimit të tij është përpjekur të ruajë qetësinë dhe të shmangë konflikte direkte, këtë herë u duki tronditur emocionalisht. I prekur nga fjalët e rënda, ai reagoi në mënyrë të papritur duke e shtyrë Rogertin në fytyrë. Një moment që ndryshoi menjëherë dinamikën e debatit dhe e ktheu situatën nga verbale në fizike. Ngjarja tronditi shtëpinë. Banorët reaguan me thirrje dhe përpjekje për t'i ndarë, ndërsa tensioni ishte i dukshëm në fytyrat e të gjithëve. Ky incident ka hapur menjëherë diskutime të forta mbi kufijtë e lojës, etikën e komunikimit dhe respektin ndaj historive personale të konkurrentëve. Tashmë vëmendja është zhvendosur tek produksioni, pasi mbetet për t'u parë nëse kjo përplasje do të sjellë masa disiplinore, paralajmërime apo vendime më të rënda për një nga banorët, ose për të dy. Një gjë është e sigurt: pas kësaj dite, marrëdhëniet brenda shtëpisë nuk do të jenë më të njëjtat, ndërsa publiku pritet të reagojë fort ndaj një prej momenteve më të tensionuara të këtij sezoni. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.